Izraeli ka njoftuar se ka ofruar Iron Dome-in e famshëm që ajo ka për Emiratet e Bashkuara Arabe. Emiratet e Bashkuara Arabe ka njoftuar se duke nisur nga dita e sotme në fakt, 1 maj dalin nga OPEC-u, duke konfirmuar një aleancë më të madhe me Izraelin. Çfarë do të thotë kjo për Iranin? Mendoj që Emiratet e Bashkuara Arabe në një farë mënyrë janë hajta që një lloj proksi për Izrael, meqense deklarimet sidomos se Izrael ka ministrit të mbrojtjes ndonjëherë janë shokuese që ata e quajnë të vdekur tentativën për anë pushim apo për një zgjedhje paqësore, dhe tash momentalisht do kemi momentin që mund të jetë luftë Izrael-Iran më rifillimin i lufte. Meqense nuk e besoj shumë kapacitetet bile, madje sipas Jerusalem Post amerikanët kanë furnizuar me ton të tërë municione dhe mjete lutarake Izraelin. Dhe kjo tregon një parapërgatitje që mund të kemë involvim. Edhe pse Iron Dome vendosja në Emiratet e Bashkuara Arabe nuk jap garanci të plota, sepse vetë Izraeli ka pas të lashe që raketet balistike iraniane, të thamë në atë kuotën e 100% që të arrin të eliminoj. Dhe besoj që mund të jetë edhe propaganda të tillë që Irani ka ende arsenal të raketa balistike të papërdorura, sidomos mendoj që Karshameri apo Kabar 4 do jetë prap një lloj kanceri për goditjet që mund t'i bënë Izraelit. Dhe tëra kjo nuk do ketë siguri as vetë vendet e gjirë, sidomos në këtë rast Emiratet e Bashkuara Arabe. Por të gjitha këto hynë në atë kanalin e tensionimeve të cilat për momentin jo vetëm regionet, por në përgjithësi botës nuk janë nevojitë, sepse do kemi krizat edhe bota ka hyrë në recesion. Dhe mendoj që sidomos vendet e Bashkimit Evropian, po edhe ne këtu, do të them, drejtën me ngritjet të çmimeve të gjitha janë të kushtuar për xhepin ton. Por Izraeli për momentin është aktor i cili tenton ta diktoj lojën apo të ngrisë tensionet, sepse duket që nuk është i kënaqur me zhvillimin e luftës 40 ditore. Dhe kjo do zbuloj që traktor kyç në lindjet e mesme me nuanca janë aktorë kryesor, Turqia, Izraeli dhe Irani. Irani për shkak të metrove të tyre apo fabrikave të tyre nëntoksore do jetë ende faktor. Dhe të gjithë ata që presin për ndonjë kataklizëm të tillë që mund të shtypet butoni e kanë gabim, sepse kjo nuk mund të bëhet, sepse është fundi i njerëzimit, atëherë do të ketë ndonjë budalla i cili do përdor atë buton të famshëm. Për momentin mendoj që kemi situata me të cilat ngritja e tensioneve të mëdha mund të vijë deri te tensionimi me ndërhyrjen në një faktori kredibil. Këtë rast faktor kredibil kuptohet që janë 2 fuqit tjera ruse dhe kineze. Por Izraeli është, zonja Mulaj, është një shënim interesant një Yuan Global, portali Izraelit, i cili ka dashur mund të jetë edhe provokues, mund të jetë ndoshta një lloj shantazhi, por ata theksojnë dhe janë në një farë mënyrë dhënë një informacion që mund të jetë shokues, 11 ton uranium posedon Irani, që do ishte i gatshëm për 100 bomba atomike. Por kjo mund të jetë në formë spekulimit të tyre, sepse kuptohet në situata të tilla, dezinformacioni është malli më i kërkuar. Por tëra kjo mendoj, po them, portali Izraelit nuk është për se mund të kesh kuptuar. Jo, s'ka problem. Por mund të jetë spekulim, por në këtë kohë mendoj që tek Irani nuk dihet bile mund të është ajo dora hekur te gardhës së generalëve e cila u heq, edhe në aspektin politik, po dhe ushtarak. Edhe funksionet komplet të institucioneve të shtetit, dhe nuk dihet tamam ajo forma e decentralizimit apo mozaiku të shpërndarjes të gjitha komponentes së komandove në tërë Iranin, në 31 njësi, të cilat marrin vendime autonome. E kuptoj, mirë.
Situata ekonomike duke që është duke u përkeqësuar nga dita në ditë, në 2 ditët e fundit ka pasur një rënje, një zhvleftësim të jashtëzakonshëm të monedhës, inflacioni që ka shkuar gati te 70%. Pra, situata ekonomike dhe natyrisht premisat janë që edhe të përkeqësohet edhe për shkak të ndalimit të anijeve, pra nuk ka më të ardhura që shkojnë në Iran. Mendon se marrja sepse me sa duket tashmë gjithë fuqia e shtetit është përqendruar në duart e Gardës Revolucionare. Por në histori kemi parë që ata që kanë qenë më agresivët kanë arritur edhe marrëveshjet në tryezën e bisedimeve. Mund ta bëj këtë Garda Revolucionare, po tentohet të krijohet më shumë amnisti personale, sepse Gardës Revolucionare natyrisht do t'i duhet edhe një amnisti më pas, qoftë për krime që kanë bërë brenda vendit, por edhe për ato jashtë vendit, sepse kreu i Gardës Revolucionare është edhe i shpallur në sanksione dhe i shpallur në kërkim nga perëndimi. Po, ki fjallën për Ahmet Vahadin. Ahmet Vahidin. Është shef i Gardës. Po i marsit duket për i goditjes që ka bërë... Për 28-29 pas vrasjes së kreut të Gardës. Ato do thërë pas vrasjes, po, ka marrë në dorë. Duket që është figurë cila mund të shkaktoj përqarje. E tha një element shumë interesant, duket është një libër interesant që kom lexuar para 10 viteve, kur dhe këtë shërbimi izraelit Mossadi e ka një libër jashtëzakonisht në gjermanisht, ka pas fatin ta lexoj, thotë që bisedimet për të pasur sukses për të qetësuar kur ti bysh në tavolinë, kur ti sjellsh në tavolinë ekstremistat apo radikalet, mund të jenë në mënyrë më suksesshme se ata që janë më liberal. Për disa arsye tjera, sepse ata po që se fillojnë të jenë në tryezën e të mirave të pushtetit, atëherë mund të fillojnë të zbuten pak a shumë. Dhe kjo mendoj që me Iranin si një fuqi që nuk ka të bëjë me atë që vështirësitë në territoret okupuara të Vestbank apo të Gazës, është të Irani kemë strukturët e përgatitura mirë në nivelit tyre, i cili në një farë mënyrë tregon që kanë genialitet dhe janë ekipe, mund të thëmë, jashtëzakonisht profesionale. Por a do ketë probleme për ekonominë e Iranit, për sigurisht që po mbyllje porte, po ai blokada blokimit ta quaj kështu, pas blokada amerikane që bëhet ai ta quaj trau në detin e Omanit atje, por sepse kanë kujdes anijet amerikane të afrohen për ngushticë, sepse edhe është e minuar edhe forcat tiranore mund të godasin. Por kjo goditje apo kjo masë e Trumpit ka qenë që portet iraniane të mos mund të kenë frekuentim nga tankeret që do importonin naftën. Sidomos nga pjesa harkut atje të Kuvajtit deri te Badela bazi poshtë. Dhe kjo mendoj që do jetë e kushtueshme për Iranin. Irani në gjendjen, do të them, ka vlerësim të valutës realit të tyre, por edhe në përgjithësi ekonomia e Iranit në gjendje depozitë mendoj të vështirë, sepse lufta ka qenë shkatërrimtare, dikon 19.000 apo 20.000 saqe, të cilat janë të goditura. Kuptohet që ky fjalori i kohës moderne i viteve të fundit është për dëmet kolaterale, të cilat mund të jenë edhe të objekteve civile, kuptohet, por edhe që është me rënda psimit edhe të civilëve. Dhe konfliktet përmjet 3.700 viktima në Iran në luftën 4 ditore. Dhe kjo do thotë tregon që tamam Irani gjendet në një situatë të rëndë ekonomike, edhe pse do shta mbijetesa atyre që një shtet gjigant, që ka një pik 6 milion kilometër katror, me afër 90 milion banor, me do thot tamam me një kulturë dhe civilizimit cili nuk ka arritur mendoj historikisht, sepse ne gabojmë ndonjëherë historikisht kanë pas probleme me lufta me mbretërinë ruse apo të carëve rus, sidomos në shekullin 18 dhe 19. Dhe pastaj edhe ato vitit 40 me anglezët dhe sovjetike që kanë kërkuar të mosdikimin e nazizmit në Iran, tentativen për të hyrë në xhirin e Persik. Por e tëra kjo tregon që është jashtëzakonisht komplekse dhe mendoj që nuk është edhe rastishme që ajo fjala Mersit që je poshtruar me Iranin. Ka qenë, do thotë, edhe një fragmentim që është jashtëzakonisht i çuditshëm dhe do të ndikojë shumë në aleancën euroatlantike.